Ola i përmendi emrin në shtëpinë e Big Brother VIP, reagon Drejloni, mbron Gjestin. Ola në një bisedë me Gjestin brenda shtëpisë së Big Brother VIP ka përmendur emrin e Drejlonit, duke dhënë disa detaje e informacione interesante mbi dinamikën e lojës së tij. Të shumta ishin ata që u shokuan nga komentet e Olës. Pas një debati të ashpër në shtëpinë e Big Brother VIP, tensionet janë ngritur më shumë se kur, teksa Ola Zernela i bëri një deklaratë të fortë Gjestit, duke thumbuar për Drejlonin, teksa i tha: "Ty të nxorri Drejloni, me të nxjerr Drejloni që do 3 javë ditë me ndrru një fjali boksieri, ku e zez me të nxjerr ai." Ishin fjalët thumbuese, teksa kjo ka shkaktuar menjëherë një reagim edhe ndaj banorëve, por edhe ndjekësve të spektaklit. Kjo nuk është hera e parë që Ola e njoh për karakterin e saj, i thot mendimet e saj në mënyrë kaq direkte, teksa si fillimi ishte reagimi i Drejlonit që nuk vënoi, teksa shpërndau një Instastory që përmbante një video të dyshës në fjalë. Fillimisht një mesazh në Instagram ku shpreh edhe një herë mbështetjen për Gjestin, duke theksuar se nuk është mënyra e duhur për të ndërtuar marrëdhënie brenda shtëpisë duke përdorur gjëra nga jashtë, teksa shkruati: "Dua të inkurajoj të gjithë që të mbështesim njëri tjetrin dhe jo të krijojnë përçarje. Ne jemi këtu për të përjetuar një eksperiencë së bashku", tha ai, teksa në postimin tjetër ai u drejtua drejt për drejt Olës me kunja, duke shkruar: "Mund të kthesh e të sillesh si të duash, ti je vetëm një rol dytësor, ndërsa këtu histori shkruajnë vetëm kampionët." Kjo ka treguar se Drejlonit nuk i pëlqen të gjykohet dhe ka një rol aktiv në perceptimin e ngjarjeve, teksa u ka bërë thirrje të gjithë fansave të tij dhe një herë që ta mbështesin Gjestin pasi e shikon si fituesin e vetëm aty brenda.